LDK, që e kanë qu vendin zgjedhje, jo për arsye parimore, po pse kanë menu që marrin ma shumë pushtet me Kurti. Jam kundër, ata si janë opozit. Ata i shërbejnë Kurtit dhe edhe kurzojnë Kurtin veç për interesa ekskluzive. Dëgjëm krenar veç shkurt për munona. Ajo është mashtrim politik. Para se me votu e kom thonë publikisht, vetë vendosja kur t'i bën numrat për qeveri, ka me votu në kryetarin e listës serbska. Kom qeni vetmi edhe jemi përladhe me ty për këtë punë. Edhe ta ka votu. E majën men. E unë kom thonë se votona? Ju s'ki thonë, jo, jemi përladhe për deklarimin, ju s'ki thonë që të votan. Edhe majën men prap. Kur t'i vynë prap, e si pengon prap, ka me bashkëpunu prap. Me kënë? Me listën serbska ka me shti në qeveri, nëse lista serbska, monin men. Si kategori kushtetuese, si koalicion. Leni këto hajgore. Kësi hajgore mundi me bo me opozitën si janë inferior. Të e the shumë mirë ma e. Vetëm dëgjëm. Me listën serbe, nuk bën vish mund vota. Vetëm dëgjëm se është me rëndësi. Dëgjëm se me rëndësi. Nuk bën shantazhu. Që kime bashkëpunuti me ta është kategori kushtetuese. Po nëse është kategori kushtetuese, s'ki nevojë me qitë listës serbza vijat kuqe. Ti maj parimet e qëndrimet tua, kjo është me folë si Albini, si Lumiri, si Bedria. E kur të folë si Lumiri, si Albini, si Bedria, njerëz të votojnë Albinin. Qashtë. Nëse këti... Po, opozita... Njerëz nuk e dojnë kopje, në okush. Ju marë po, opozita folë sene që menojnë, që njerëz menojnë që Albini do në qashtu. Pra, Albini ju thot blokus, këta për një me në konë bloku, se këta këshin pa bloku për pështet, unë kom pa menu që kam bloku që ndër Albinin se dojnë, edhe i kom pështet, publikisht, një vjetë, 9 muj i kom pështet, kom thonë mirë për bani. Këta këshin pa bloku me marhise, këta u preshen për me marhise. Vjen klika e uranit PDK-s, e halakot krejt partin, se merë nismen, edhe qka, del Bedri Hamza dhe thot, qërë që është deklarimi i PDK-s. E pa mund shme koalicioni në majt vitit kalum, pas zgjedhjeve të shkurtit, me PDK-n se kem hendek malë edhe sështë i te i kalushem, në nëntor del edhe thot, nuk kem vijat kuqeve që kash, e para 2 jave keni në pressing, del edhe thot, na duhet me bo një marrëveshje politike, me fol mas pari për program, se qëtu ka problemi që si më pajtu, ta për programe tash po pajtojkan, edhe tha unë e shumë marrëveshjen e mëndshme, zotëri, pse se bone. Kalzoj që lype shumë, ose kur ti t'jepi pak. E keni dhe këta të fundit, edhe Lumiri, edhe Bedriu, pasi dështu negociatat për presidentin, në pyetjet ndryshme për gazetarëve të ndryshme në studio, i tha ja u ka ofru kryeparlamentarin PDK-s, tha faleminderit, tha po ne vlerësojmë veten më shumë. Ky tjetri, tha ta kanë ofru 4 ministri dhe Zavendës kryeministrin, tha na vlej më shumë, faleminderit për ti. Këtu është çështje pazari, pra këtu është çështje parimeve. E këtu kush i shërben më shumë? Kush është opozitar këtu? Opozitar është veçaj që ka qëndrimet qarta. Qëndrimet tona e në qarta, zotëri, keni na votu, i kemi shti veç 6 veta në listë. Se po i dojmë veç 6 deputet. Jo pse s'dojmë